Përshëndetje, mirë se vini në këtë konferencë me gazetarët. Një ditë tjetër nga konferencat e zakonshme, po Dr. Berisha kërkon të bëjë një ekspoze dhe të konferencës së djeshme në Podgoricë. Fjala për kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Në Podgoricë, në drejtimin e presidentit të Partisë Popullore Europiane, zotit Manfred Weber, u zhvillua konferenca rajonale e Partisë Popullore me një pjesëmarrje të gjerë, jo vetëm rajonale, por pan-europiane. Në këtë konferencë kushtuar Ballkanit Perëndimor, Partia Demokratike mori pjesë aktive. Në panelin e hapjes konferencë, paraqita me të gjithë shëmtin e tij, narkodiktaturën e Shqipërisë, si regjimi i tillë i parë i instaluar në shekuj në Europë. Unë informova Partinë Popullore Europiane se njeriu që shëtit me atletët bardha në samitën ndërkombëtare dhe paraqitet si liberal, sportist apo piktor, pavarësisht se i dështuar në dy aspektet, brenda në Shqipëri është një njeri që nuk respekton as një ligj, as një rregull, as kushtetutë, as vendimet gjykatës kushtetuese dhe as gjë. Është një narkodiktator i llojit të tij, i cili vazhdon dhe aplikon terrorin politik, aplikon shënrimin e zgjedhjeve në farsë, pra përbën një rrezik të madh për Shqipërinë, rajonin dhe Europën. Fjala u ndoq me shumë interes natyrisht. Theksoj dhe njëherë se Europa në shekuj ka pa të gjitha llojet e diktaturave përveç narkodiktaturës. Dhe garantoj shqiptarët se kjo përpjekje e rëndësishme që u bë dje ka filluar të ketë një rezonim të vërtet të madh dhe do vazhdoj gjerë në vendosjen para përgjegjësive ligjore të gjitha atyre që shtruan Shqipërinë nga shtet ligjor në narkoshtet. Gjatë qëndrimit në Podgoricë u krijua mundësia të bisedoj me presidentin e Partisë Popullore Weber, me drejtues të tjerë të kësaj partie, me mikpris lokalës dhe pjesëmarrës në këtë konferencë. Unë e shfrytëzoj rastin për t'i shprehur mirënjohje presidentit Weber për ftesën dhe interesin dhe kujdesin që ai tregon për Partinë Demokratike në Shqipëri dhe zhvillimet në Shqipëri. Ju jeni dëshmitar, janë 3 rezoluta ndërkombëtare, 2 nga të cilat janë të votuara, 3 nga të cilat të 3 janë të votuara dhe nga Partia Popullore, edhe CDI, IDU-ja dhe EPP-ja. Pra, ka një ndryshim, një zhvillim dramatik, pozitiv në marrëdhëniet e Partisë Demokratike me Partinë Popullore dhe partitë si motra. Aty takova dhe pata bisedë shumë përzemërt me zëvendës president e Forca Italia, të cilën Debra Bergamini, të cilën unë e kam patur mikesh të vjetër, e një orë ka qenë asistenti e parë e Silvio Berlusconit,
pati dhe përfaqësues të partive tjera me të cilët të diskutuam për bashkëpunimin midis forcave tona politike. Pra, mesazhet e Podgoricës janë mesazhe mbështetje të plot për Partinë Demokratike dhe fitoren e saj në zgjedhjet e ardhshme. Nga Podgorica, siç e pat, u ktheva në një miting më i zjarti që ka njohur Pallati i Sportit i Shkodrës, që ku janë hedhur themelet e tij gjerë sot. Kam qenë në atë pallat shumë e shumë herë, por entuziazmin, optimizmin dhe energjinë që ndjeva përjetova gjatë atij takimi nuk isha parë asnjëherë. Paraqita deputet të shkëlqyer, para atyre qytetarëve të mrekullueshëm, dhe i gjeta të vendosur më shumë se kurrë qytetarët e Shkodrës dhe të qarkut të Shkodrës të votojnë Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Programi i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, siç mund të keni konstatuar dhe ju vetë, po bëhet pjesë shpirtërore e qytetarëve shqiptarë. Motoja jonë se do t'u kthejmë paratë shqiptarëve, po ngjitë gjithnjë e më shumë. Minimumi jetik 200 euro, rritja e pensioneve me 20%, rritja e rrogës minimale me 20%, rritja e rrogës mesatare në 1.200 euro, karta e konsumatorit për pensionistët dhe rrogultit, kanë patur një impakt shumë pozitiv. Çdo ditë unë marr pyetje nga kategori të ndryshme, njerëz të braktisur, njerëz në nevojë. Një nën më drejtohej, jam me 2 fëmijë. A do përfitoj unë për fëmijët e saj jetim? Do përfitoj 200 euro për fëmijë. Po, fëmijët jetim do të përfitojnë 200 euro që të gjithë. Do ketë pra, nuk mund të ketë më shqiptar të agresuar nga varfëria ekstreme. Jo. Kjo merr fund. Nuk mund të ketë shqiptar me çerek pensioni, gjys pensioni apo 2/3 pensioni. Do ketë shqiptar me 200 euro. Do marrin me kartë e konsumatorit, do marrin 450 euro sot për sot, se nesër kur rritën çmimet do shkojë edhe më shumë. Kompensim për TVSH që paguajnë. Energjia do zbres në 7 lekë për kilovator. Nafta do zbres në çmimet që ka Kosova. Pra, kjo paket që e quajmë paketë e dhimbshurisë, dhe që në fakt nuk është asgjë tjetër vetëm pa kthim i parave tek shqiptarët. Se atyre u merren taksat, atyre u merren, dhe ne tani do i kthejmë atyre. Ne nuk do të shpenzojmë 130 milion euro për djegësin që nuk ekziston.
Kryeministri nuk do të udhëtoj me 21 milion euro në 2 vjet me aeroplan taksi në dispozicion, jo. Do udhëtoj me linja tregtare. Nuk do blien kopshte Edeni 5 milion euro. Një çmenduri e pa imagjinueshme, sigurisht sultani i Surenit. Jo. Do kthehen në pensione, nuk do shtrohen darka dhe dreka me shishe 33.000 euro. Jo dhe jo asnjëherë. Pra, çfarë do bëhet me këto? Nuk do ndërtohen rrugë me 10 fishe çmime, po do ndërtohen rrugë edhe 10 herë më lirë apo 8 herë më lirë se sa ndërtohen sot. Parat do u kthehen shqiptarëve. Para do hipen rroga, këto para do hipen rroga, do hipen pensione, do hipen bonus, do hipen kompensim i TVSH-s dhe me radhë. Dhe vazhdon, dhe ky është vetëm fillimi, këto janë 100 ditë të para. Se ky start nuk ndalet. Gjersa shqiptarët të dalin në krye të vendeve të rajonit për rrogat dhe pensionet. Ky është shqetësimi ynë, ky është zotimi ynë. Ndaj dhe ju pata takim aq të zjarrt. Aq të zjarrt. Në pallatin e sportit në Shkodër. Qytetarëve do t'u kthejnë parat. Nuk do presim me gërshër dorën që do guxoj të prek parat e tyre. Natyrisht, nuk mund mos them se aty nuk kishte një rëndësi të veçantë dhe fakti që Sali Berisha është i njohur për mbajtjen e pa diskutueshme të premtimeve dhe unë zotova aty 3 gjëra: 0 tolerancë ndaj krimit të organizuar. Jo vetëm ata që nxorën autokollonën me 13 maj, po dhe Beneti që hypte në tanket e tyre të blinduara, ata do dënohen që gjithë para ligjit. Autostrada Shkodër, Milot dhe bypassi Elbasanit, ta mësoj e gjithë Shqipëria, do jenë 2 veprat e para publike që do ndërtoj qeveria e ardhshme dhe do të nis punimet me njerë sa po të vinë pushtet. Zgjerimi rrugës Moriçanit, investimet tjera, por unë mana në këto objekte kryesore. Prandaj dhe ky është dhe fakti se pse Shkodra dhe shkodranët e kanë pritur me entuziazm idenë e Shqipërisë madhështore, e cila fillon me paketën e dhimbshurisë dhe pastaj vazhdon Made in Albania dhe projektet e mëdha Shqipëria e thellësisht high-tech. Tani jam i hapur për çdo pyetje. Berisha Andon Kello nga ABC News. Pyetja e parë lidhet me një thirrje tuaj për deputetin Dashnor Sula. Ai ju përgjigj, por ju përgjigj me refuzim për t'ju bashkuar listave të Partisë Demokratike, madje duke theksuar se edhe partia ku do të shkonte, e Adriatik Lapajt, është një kurthi juaj për të mbledhur votat djatha të cilat ju nuk i mblidhni dot. Vetëm 2 orë më parë, kryeministri Rama ka ftuar publikisht Dashnor Sulën t'i bashkohet Partisë Socialiste. Spari. Dashnor Sula është një eksponent i Partisë Demokratike me investime reale në këtë parti dhe vendi i tij është në Parti Demokratike. Eksplorimi se njeri të pagabueshëm nuk ka. Njeri të pagabueshëm nuk ka. Ideja e tij për të gjetur stre tek Llapaj e mori përgjigjen sot nga Rama. Rama i thot atij që
sa shkon të klapaj, hajde të kun, se është një loj, po të paktën unë jam unë patroni. Kështu që, pra, në këto deklarata, shifet se sa e pa vend ka që sa e gabuar ishte për zgjedhja që bëri Dashi me Llapajn. Nuk ka, sepse ata janë një lloj, ato janë patericat e Edi Ramës. Zotër Berisha, në seancën e fundit plenare, në cilët ju munguat, numri 2 i Partisë Demokratike, Flamur Noka, ironizoi me numrin 5 Partisë Socialiste, duke i treguar gishtin e mesit atyre që do të votojnë për Partinë Socialiste. Çfarë kuptimi ka të tregosh qytetarëve gishtin e mesit për të votuar një parti politike lirisht? Bën një keq interpretim ti aty. Ishte krejtësisht tjetër. Pastaj, Flamuri mund mos e bënte atë gest, po Flamuri i njeh që ata gjuha e tyre është gjithnjë afrodiziake. A e din që ata kuptojnë më mirë se çdo gjuhë tjetër gjuhën afrodiziake. Kjo ishte, kështu e interpretova unë atë. Edhe pyetja e fundit, sa madhështore është aleanca juaj pas Selami Jenisherin? Aleanca jonë është madhështore për Shqipërinë madhështore. Është programi i Shqipërisë madhështore ajo që e bën aleancën madhështore. Pra, ajo është një program që Shqipëria nuk e ka patur kurrë në historinë e saj përpara. Dhe ju garantoj, pra, kalimin nga diktatura në pluralizëm që realizoi Partia Demokratike dhe Lëvizja Studentore ishte një akt madhështor. Antarësimi i Shqipërisë në NATO ishte një akt madhështor. Po këto ishin akte. Shqipëria duhet të jetë tani tërësisht madhështore. Dhe madhështia e Shqipërisë, siç e kam shpjeguar, bazohet në 4 shtylla kryesore. Bazohet në paketën e dhimbshurisë për të cilën sapo fola. Bazohet në Made in Albania. Made in Albania që do thot ekonomi, apo do thot prodhim. Do thot klima më miqësore për biznesin në Europë dhe më gjerë. Do thot kushtet më të mira për suksesin e biznesit. Prodhim do thot punësim. Ne do të bëjmë prodhimin krenari kombëtare. Pra, shtylla tjetër është pastrimi i shtëpisë. Nuk mund të bëhet Shqipëria madhështore kur ligjin bëjnë bandat, kur Shkodra përgjaket çdo muaj, kur Elbasanin e dikton Suel Çela, kur Durrësin e dikton Xhevdet Troplini. Nuk bëhet dot Shqipëria me banda madhështore. Bandat kanë vetëm një vend. Prapa ligj, nën ligj, në burg dhe vetëm në burg. Aty ku e kanë vendin. Imagjinoti një Shqipëri ku qytetarët ndjehen të lirë, ndjehen zotër të votës tyre, të punës tyre, të pronës tyre. A është kjo e largë? Jo, absolutisht, se shumë thonë edhe në vitin 2005, si t'ja u bësh t'i këtyre. E provuan se si ja u bëra. E provuan mirë shumë, ku do që ishin. Nga Ankaraja, në Suedi, në Amerikë, Gjermani, në Itali, ku do erdhën dhe morën dënime për jetë. Që i liroj një nga një Edi Rama. Nuk kanë shans të shpëtojnë ligjit. Nuk ka mund taktike në Edi Ramës që hani kokë njëri tjetër. Jo.
Shqipëria nuk është vend i dënimit me vdekje. Hajde urdhëroni paraligjit për krimet që keni kryer. Do dalin të gjithë paraligjit, po jo vetëm ata. Jo, padronët e tyre qeveritar me pushtet, një lloj. Unë e thash dhe dje, po më thuj ti mua pak. Cili është më kriminal? Bari që del dhe mbledh vota për Benet Becin me autokollon blinduar, apo Beneti që merr mandatin e votave të krimit? Ndajnë e sapet tani. Tani është një pastrimi i shtëpisë, është një kusht. A e dinti, po të hysh ti vetëm një intrigën e të mërshme që është bërë me Erjon Velin. Aty është një film horror. Erjon Velia i meriton të gjitha. Ja u them unë ju. Besoj se unë jam askush s'ka folë në të salë më shumë se unë për te. Po horrorin që i organizojnë aty me Pojen, me Xhevdetin, me Ulsimanjen, bëhet ministri Kalec, zbaton urdhra me atë tjetër, si thonë ati ministri tjetër, Maznikun. Pra, kur ndëgjon këto gjëra, sepse njeriu edhe në burg po tjetë dhe kudo, a i gëzon të drejtat e tij. A i gëzon të drejtat e tij. Unë e mora vesh që u tha dje, me ju se nuk e dje tha Skapja po jo, se që kanë marrë vendimin, kanë marrë atë autorizim në gjykatës për përgjimin e tij, dhe sigurisht kur duhet, qofse e kanë marrë janë në rregull, nuk mund të them, por implikimi ministrave, pa atër le të merret prokurori, pse implikojnë të ministrat? Ç'pun ka Mazniku aty? Ç'pun ka Ulzimania aty? Pse bëhen këto gjëra? Sepse janë botë krimi. Se normalisht ata do të thonë, jo, ne tani të lamë prokurorin. Ai vet është një delinkuent shumë i rrezikshëm. A mund të imagjinoni ju që ai të japë porosi që të kërstohet djali i këtij dhe i atij? Ai vetëm për këto meriton një dënim suplimentar shumë të fortë. Me udhëzim të jepsi nga qelia. Po prap implikimi gjysmës qeverisë në proces është i papajtueshëm me rregullat e një shteti normal, po kjo është narkoshtet, është dëshmia e narkoshtetit. Pra do pastrohet. Shtylla e tretë ishte pastrimi i shtëpisë. Shtylla e katërt është Shqipëria epicentër e teknologjisë më të lartë. Shqipëria epicentër e data centrave, e blockchain, kriptomonedhave, inteligencë artificiale, internetit 3, pra e teknologjive më të larta. Dhe Shqipëria superfuqi energjetike në rajon, Shumë fishimi i prodhimit të energjisë në Shqipëri nga dielli, era, ujë dhe gazi. Çfarë ka këtu atër, më thujti mua që thua me koalicionin? A nuk janë këto projekte madhështore? Në qoftë se ato ishin një nga një, këto janë të shumta. Ju lutem, jo, nuk duhet që t'i përdorim, sepse nuk ka të bëjë kjo. Po ta marrësh ashtu, historia e pas luftës së dytë botërore nuk gjen një forcë politike si Partia Demokratike. Nuk gjen një. Ku është ai që sulmoi Partinë Demokratike? Që donte ta vendoste në kontroll dhe ta shkatronte.
Partia Demokratike është sot këtu ku është, kurse ai është non grata në vendin e tij. Mos harro. Është epike, nuk ka gjë më madhështore. Të themi të vërtetën, por nuk merrem me këtë tani. Zoti Berisha, gjatë javëve të fundit, Zoti Rama ka deklaruar se Partia Socialiste është e vetmja forcë politike që mund të fusë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë nga ana tjetër Brukseli bën me dije se shtyn pa afat çeljen e 2 grup kapitujve, duke lidhur këtë gjë me progres raportin për zgjedhjet parlamentare datës 11 maj. Si shikoni këto 2 ngjarje? Pra deklaratat, por edhe vendimin e fundit. Faleminderit për pyetjen. Më i ligu ndër të ligjt është gënjeshtari. Në klubin e të këqive, më i keqi është gënjeshtari. Dhe në qoftë se ju merrni Edi Ramën nga 2013 deri sot, ju garantoj që në gjithë globin toksor nuk do të gjeni një gënjeshtar të dytë si ky. Spari. Jeni dishmitar se si zotëria e tij në 2017 hapi shishet e shampanjës, hodhi me qindra fishek zjarre, dekoroi ambasadorët dhe komisioner për hapjen e negociatave. A është kështu apo jo? Bëri mashtrimin më grotesk të shqiptarëve. Negociatat u hapen, tha. Negociatat nga 2017 de facto u hapen vetëm para 3 muajve, 3-4 muajve. De facto u hapen para 3-4 muajve. Pra, pas 8 vitesh, negociatat nga dita që Edi Rama festoi me fanfare, me tamtame, me dekorata, me shampanjë, me fishek zjarre, morën 8 vite për t'u hapë. Tani, kjo është, prandaj kush doj të... Po. Tani çfarë thot? Pasaportën e prodhuar nga qeveria e mëparshme. E nxjerr thot. Pasaporta europiane, kjo, në vitin 2030. Shiko ku e ka mashtrimin. A e din? A nuk thot do në vitin 2029. Jo, se di që s'do ndodh. Po e çon vitin 2013 për te mandatit, që përpiqet të grabis, vetëm për të mashtruar shqiptarët. Unë isha në Podgoricë. Ajo audiencë u trondit nga ato që ndigjoj me fakte. Dhe unë i them Edi Ramës se nuk ke pa gjë akoma, është vetëm fillimi. Vetëm fillimi. Kur unë kam deklaruar këtu para jush dhe para botës se Shqipëria nuk plotëson asnjë kriter përveç kriterit gjeostrategjik, e kam bërë këtë me përgjegjësinë më të plotë. Dhe unë që është e vërtetë dhe ja faktoj kujdo, edhe shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve, se kjo është e vërtetë e pamohueshme. Ndaj dhe Edi Rama e dorëzon me 12 maj dhe i garantoi shqiptarët se për qeverinë e ardhshme tonë, objektivi numër 1 do jetë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Interesi kombëtar më madhor do të jetë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Me një dallim themelor i bazuar në merit dhe kur në asgjë tjetër. Procesi i bazuar në merit i dha Shqipërisë marrëveshje stabilizim asocimit, i dha Shqipërisë heqjen e vizave, i dha Shqipërisë rekomandimin rekomandimin nga Komisioni Evropian statusit kandidat, i dha Shqipërisë ftesën në NATO,
i dha Shqipërisë antarësimin në NATO. Ka vetëm një rrugë, dhe kjo rrugë është të plotësosh standardet dhe kriteret e procesit të antarësimit si interesi më i mirë i qytetarëve shqiptarë. Ndaj dhe përshëndes vendimin që kanë marrë, i garantoj se ylli polar, nordi, i kësaj qeverisë Aleancë për Shqipërinë Madhështore do t'jetë integrimi i bazuar në merit i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Me Edi Ramën nuk ka integrim. Me Edi Ramën ka mashtrim dhe vetëm mashtrim. Zoti Berisha, kam edhe një pyetje se takon Erion Veliaj. Nga një anë, kompania 5D ka marrë së fundit 200.000 euro nga ana e Bashkisë së Tiranës edhe pse janë arrestuar drejtorit dhe është nën sekuestro mos gaboj. Ndërsa nga ana tjetër, referuar një deklaratë të kolegës tonë gazetare, thekson se ministri që ma bëri kështu nuk e fal për 7 breza do ta shkri, pra deklarata e Veliajt për ministrin. Për kë bëhet fjalë e si shikoni këto pagesa që kalojnë te kompania 5D akoma? është një vendim i djeshëm ky, aktakuza më e madhe për Edi Ramën është akti që dëshmon para çdo shqiptari se njeriu prapa 5D, njeriu kryesor prapa 5D-s Edi Rama. Prisni. Kthehemi këtu bashk kur doli çështja. Informata nga personel që merre me hotelin më luksoz që ndërtohet atje, erdhen se aksioner kryesor në këtë hotel është Olsi Rama, pra është Edi Rama. Është Edi Rama dhe unë ja u thash ju këtu. Dhe unë e denoncova 2-3 herë këtë fakt. Tani çfarë ndodh? Sigurisht që Erion Veliaj, pa dyshim që ishte, përgjegjës dhe ai në 5D dhe i zhytur thellë. Në fakt, ishte mazniku. Dhe një gjë do të themi këtu, ta dini ju. Në qoftë se midis Veliajt dhe Ramës kishte një marrëdhënie si midis një servili por dhe rivalit pa besë, njeriu i Ramës në bashki ishte mazniku. Njeriu direkt i Edi Ramës në bashki ka qenë mazniku. Mazniku ka firmën 3-4 herë tek 5D-ja si autoritet kontraktues. E ka dhe Erioni 2-3 raste. Tani çfarë ndodhi? A e dini ju që është ai 200.000 euro? Është shumë interesant. Ai 200.000 euro është një pagesë që përfaqëson një fond të ngurtësuar, të cilat kompanitë janë detyruara ta ngurësojnë si punë sigurie, gjersa përfundojnë objektin. Dhe e marrin mbrapsht kur përfundon objekti. Mirë po, 5D-ja bëhet fjalë për kinostudion, për ndërmetimin për rikonstruksionin e këtij. Absolutisht nuk ka përfunduar as gjysmën e punimeve. Se është bllokuar. Dhe Edi Rama për t'ia mbyll gojë drejtorëve, Edi Rama dje për t'ia mbyll gojën drejtorëve, u dërgoi paratë që janë të konfiskuara dhe ato. Pra, Edi Rama kreu një akt ekstrem. U ktheu paratë kompanisë inkriminuar të 5D-ve, duke dëshmuar se Erion Veliaj nga Burgus mund t'ja u kthente paratë. Tani kryetar de facto i bashkisë është Edi Rama. Dihet kjo. Pra del që 5D-ja është kompani me padrino
kryesor Edi Ramën. Ndaj dhe e dërguan edhe në gjyq, e dërguan dosjen, pa asnjë akuzë për Erion Velin, pa asnjë akuzë për Maznikun, akuzë, dhe pa asnjë akuzë për Olsi Ramën dhe Edi Ramën. Kjo është. Ishte shumë domethënëse ajo. Është Uluziu. Uluziu se i futi Uluziu shkoi i tha merr telefonin ti, i bëri ato ai i dha pije helmin, i dha helmin. Ati mirja bëni, po ti besosh Uluziut, që është standardi më... Së të bësh Osman Stafa, News 24. Gjatë mosbindjes civile të Partisë Demokratike të udhëhequr nga ju keni deklaruar se me Ramën kryeministër nuk shkohet në zgjedhje. Pra Partia Demokratike nuk shkon në zgjedhje me Ramën kryeministër, për këtë kërkuar dhe qeverinë teknike. Sa kohë këto nuk janë realizuar dhe qeveria teknike nuk është pranuar, a do i pranoj Sali Berisha dhe Partia Demokratike zgjedhjet e 11 majit? Tani që t'jemi sinqert, këto 4 muaj Osman, ka ndodhur ndryshime aq të mëdha, sa që Rama është ndruar pothuajse në një kufom politike. Në qoftë se ke parasysh ti se ku ishte Partia Demokratike dhe ku është sot, ndryshimi është si nata me ditën. Aleanca me ata që kanë 26% të votave të shqiptarëve është goditja e dytë më e madhe që ka marrë Edi Rama. Prerja e kokës gjarprit, Soros, që detyroi Edi Ramën të fshi të gjitha fotot dhe detyroi Aleksin ta tallë duke i ripublikuar me kërkesë të popullit, thoshte Aleksi. E ka përpjekjet e tij, kërcënimet e tij se do e shohësh ti nga Trump e këto e këte andaj, e kanë shtruar Edi Ramën në një figurë butaforike, qesharake, komike, sa që tani merret, një ditë merret me gjumin e lulit, ditën tjetër merret me Halit Ballistin, thot Ballisti u dashurua me ne, për Halit Valterin, ditën e tretë, kthehet prap tek luli, a u zgjova apo s'u zgjova, apo flen apo s'po flen, dhe pastaj shkon dhe zhytet në librin në knet, në xhungël, tek bretkocat, tek zhabat, tek kardhucat, tek gjarprit. Pra, a mund t'i thuash kryeministër ti këtij? Nuk i thua dot kryeministër. Ky është i pakallur. Në fakt është i pakallur. Dhe në fakt do marr atë që meriton. Edi Rama ka marrë fund. Qytetarët po i presin biletën atij. Ndaj dhe, po, kanë qenë ato fjalë, nuk i them se s'kanë qenë, po kanë qenë të gjitha para këtyre zhvillimeve, po krislasivita. E shkatroj. Kukull e George Soros erdha këtu për të vazhduar punën e Trumpit. A shkallmoja i mas 2 ditë pas saj deklarate? Më thuaj ti mua. Imagjino ti sikur të mos i binte me grusht po me kokë të Volinës, ku do ishte? Imagjino që ajo humje kontrolli nuk shfryhet me grusht, por shfryhet me kokë. Era mos e pyet. Shif e shkruaj. Shif e shkruaj. Dhe pyetja dytë zoti Berisha lidhet në fakt me përpara vitit 2013 në Shqipëri nuk hynin medikamente të cilat tregtoheshin jashtë Bashkimit Evropian.
Pra, tregtoheshin në Shqipëri vetëm medikamentet cilat ishin në tregun e Bashkimit Evropian. Pas vitit 2013 me ardhjen e qeverisë socialiste, ky vendim ndryshoi, çka bëri që nga Shqipëria të largoheshin shumë firma të rëndësishme të medikamenteve dhe duke lënë një treg të lirë edhe për medikamente që vinin nga vende të ndryshme. Nëse ju do të vini në pushtet, a do ta riktheni përsëri këtë situatë që ishte përpara 2013, duke qenë se ka shumë qytetarë të cilët ankohen për cilësinë e medikamenteve, madje i marrin jashtë sepse nuk besojnë tek cilësia? 100 ditët e para garantoj çdo qytetar shqiptar se 1. Votohet ligji në parlament në cilin në territorin evropik Shqipërisë nuk do mund të shitet asnjë ilaç, që nuk shitet të paktën në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian, jo në 1, në 2. 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian si garanci që qytetarë shqiptar do marrin ilaçe të cilësisë më të lartë. E gjithë kostoja në paketë të rimbursimit do të paguhet nga qeveria për këtë lëvizje. 2 vetë procedohen Vil Manushi dhe Tom Doshi humbasin çdo licencë dhe shitja e ilaçeve që kanë bërë ata jashtë standardeve do të rikthehet në masa ndëshkimore shembullore, mbasi mali po t'i bëjë dhimbjet njerëzore për shkak të ilaçeve që nuk veprojnë, arrin një mal i tërë. Ata e pat ju e keni pa ju në Vuno fshatin pa leje të Vil Manushit? E keni pa apo nuk e keni pa? Nushët në të gjithë dokumentat ishin varfanjak. Edhe Stërgjyshi Rams, që na del tani pronar, kishte gjithsejt 40 me dokumenta. Thomaj, në vath, si pas dokumentave, kishte 40. U vërsulen tokat absolutisht, do të merren toka ndërtime dhe çdo gjë dhe paralajmëri të gjithë ata që do blejnë në fshatin. Nushi Rama, Rama Nushi, do të konfiskohen vilat dhe sepse kemi thënë, auditi i përgjithshëm. Auditi i përgjithshëm. Ka hetime të reja dhe ka dhëna të reja shumë interesante që unë do e u paraqes ju këtu për plaçkitin që i bëri Rama me nushët tokave në Dërmi. Do ja u sjell këtu dokumentat. Të shifni ju se çfarë falsifikimesh janë bërë, do të çuditi. Por nuk është objekti i kësaj konference. Zoti Berisha, a keni një koment në lidhje me lajmin e publikuar në media një ditë më parë për shkarkimin e Yuri Kim nga Departamenti Amerikan i Shtetit? Nuk kam asnjë lajm të sigurt për lajmeve që janë botuar se ajo është shkarkuar ose jo. Ajo çfarë unë them, ajo në deklaratën e mia ka qenë diplomate e korruptuar dhe unë kam ftuar FBI-n, kam ftuar Kongresin të hetojnë për korrupsionin e saj dhe ato informacione që disponoj, unë jam i gatshëm t'ja u vënë në dispozicion.
Berisha, ditët e fundit kemi parë një dashuri mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës, ku kanë shkëmbyer plot video me njëri tjetrin, ku i bëjnë dedikime ku je ti e ku është tjetri. Si e shikoni këtë dashuri të të dy kundërshtarëve tuaj tashmë, pasi dhe Lul Bashën e keni shpallur armik? Tani, ate që kishin të fshet, e nëzorën hapur. Kaq mund të them, se dashurit janë me faza, e kanë fazën latente, e kanë fazën publike e tjerë. S'ka gjatë e kishin ata, e dolën publikisht. Zoti ja u shtoft. Faleminderit. Faleminderit.